إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Jemi te kapitulli 22, I kem dy hadithe me radh, kena fillu pak me fol, e këto hadithe të dyja transmetohen në vërtet, po të dyja nga Enesi radhiyallahu an. Në hadithin e parë, pra është fjala te martesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Zeynepën, Zeynep bin Jahsh radhiyallahu anha. Thot, جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. Është anku, thot, erdh Zejdi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe anku prej grus, prej Zeynepës, edhe po I thot, ki frikë Allahun, mo e grun, mos e lsho. قال أنس لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. Ti shkon që I dërguari sallallahu alaihi wasallam më shef diçka prej ajeteve të Kur'anit, me siguri se këto e kish më shef këtë ajet. Cili është ajet? O idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi. Kur I thojshe ti atij të cilit Allah I ka bo shumë të mira, edhe ti ke bo shumë të mira atij. Pra fjala është për Zejdin. Amsik alayka zawjaka wattaqillah. Kur I thati pra atina, mo e grun, mos e lsho, ki frikë Allahun, wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi, edhe ti po më shef në veten tonë, në gjoks, në zamër, diçka po më shef, cilën Allah ka me qitë mejdan. Wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhshahu, ki frikë prej Allahut, pra Muhamedi alayhis salam po I thot. Allah ka drejtësi atina me pas frikën, jo njerëzve. Falemma qada Zeidun minha watara. Kur u plotsu I deti, pra edhe Zeidi u nda prej Zeynepës, zawajnakeha, ty të martum me Zeynepën. Likej la yakuna ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadu minhunna watara. Që mos tjetë për besimtar problem martesa me djalin e birsum, me djemt adoptum. Kur te plotson idetin, wa kana emrullah mef'ula, pa dyshim se urdhri Allahut realizohet. Shkon vend vet, pa kur far dyshimi. Do ta shohim përse për çka po bëhet fjalë. Pra, ky ke një hadithi tjetër me nërmas, thot Enesi gjithashtu, nazalat ayatul hijabi fi Zeynep bint Jahsh wa at'ama alayha yawma idhin khubzan wa lahman wa kanat tafkharu ala nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot u martu, më vërtet zbriti ajeti imbulesës për Zeynepën, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e boni darsmën, pra ju dha ushqim musafirve, buk edhe mish. Edhe Zeynepja u krenojke. Hadithun inna Zeynep ibn Jahsh kanat tafkharu ala azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam taqul, u krenojke u mburke ndaj grave tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thojke, zawwajakunna ahalikunna, ju kanë martu baballar, familjet juve. U zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Ndërsa mu më ka martu Allah përmbi 7 palësi. Për këtë fjalë ka fut në këtë kapitull Buhariu këtë hadith. Se krejt tema është për martes, njerë për çkorrorizim,
Pastaj për martesë pejgamberit, shkruazimi Zeidit e martesa e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka po lyp këtu tash në tauhid, kitab tauhid, për këtë fjalë se jem të e fol për se Allahu qëndron përmbi arsh, përmbi 7 palë qiej. E këtë fjalë ka përmend Zejnebia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, kjo e ka thonë, juve ju kanë martu baballarët juve, me mësit. Nëse mu ka martu Allahu, si është përmbi 7 palë qiej. Pra këto kënë ato 2 hadithe. Kuptimi ajetit, felemma qada Zeidun, edhe këto i vetëmi sahabët cilin ja përmend Allahu emrin në Kur'an. Për Ebu Bekrin në shpel thani ithnein, in huma fil gar, idh huma fil gar, thani min ithnein. A i dyti, kur ishit ju 2 në shpel, a i dyti, nuk po thot Allah Ebu Bekri, po ai i dyti. I tha, o friksu. I ka thonë me kanë selam, na tahzen. Inna Allah me ana, mos tut se Allah është me neve. Kena pas këtë ajet. Ndërsa këtu Zeidin, falemma qada Zeidun minha wataran, zawajnakeha. Ty të martum, kur kaloj i deti, edhe ka pas Zeidi u kon pedin, kena tregu, sklav u kon, rob u kon, e ka ble Hatidja, kur është martu, si rob, si sklav. Gjon kon atë ko, tash shumë gjana, po thëmë shpesh, vështire kemna me kuptu, se nuk mund me kuptu me dit mentalitetin, mund me lezu, po këto gjana nuk bartën në libër, në djenjat, mentaliteti, dëshirat, çka ka qenë e mirë, çka ka qenë e keqe. To paka shumë nuk mundu me ditë ato njansat, ato vetëm mundu me paramendu. Edhe kur flen do një fjalë me mundu me sreshtave me kuptu. Pra, sklavët atëri unë konë si ndoshta kafsht kanë pas ma shumë në disa vende, se sa sklav, rob, e kanë shit, ja kanë falë dikujna, e kanë mytë për pak se kanë dëgjua dhe nuk ka dhonë logari, dirësa ka ardhë Islamin. Po, vendet jo muslimane, prap ka vazhdu qaj, deri vonë, që ka 100 vjetë, ka pas sistem sklavëpronar, nuk ka sistem sklavëpronar, mirë po, kanë pas sklav, kanë pas rob. Islami, me thonë me liru rob, edhe ki shumë se vape, po kanë zit. Për shumë mëkate, çka është kompenzimi? Allah thot me liru një rob. Ke bo diçka tjetër. Do një mëkat, që shembull, mëkat nuk është, po do në me thy ben. O betu, vallaj s'ka me shku në Prishtinë. Çfarë po shkon? Çka me bo? Liru një rob. Nëse nuk ka, tash nuk ka, atëherë i ushqen 10 jo një dvarfër dhe dit, po një dit 10 dvarfër, 10 dush. I tamu ashert me sakine, ka përmend Allah. 10 miskina, 10 dvarfër, të këput. Ose i veshmbath, nëse s'ki atëherë agjeron 3 dit. Ama i cili ka mundësi materiale, nuk vlen për ato me agjeru 3 dit. Qdo që tjetë, e ka shumë mëkate tjera, për cilat, thot Allahu, për me ta falë këtë mëkat, dush me liru një robë. Po stimulon, po i nëzit muslimant, edhe për me liru robë. E hadithit tjetër, qka hani ju edhe ata me hongër, kjo ka revolucion, atë ko me thonë këto, qka hanë te edhe aj me hongër, pa i robë është, nuk është njeri lirë, qka vesh te edhe aj me vesh, dhe të regohet, Kamber e ka pas një rob, djal, Aliu radhiyallahu anhu. Edhe në ditë Bajramit, qysh e ka vesh Hasanin, qashtu e ka vesh edhe ato. Ka thonë, qysh këj rob, mos t'i shkon hadithi kur se kësha vesh kështu. Po ka thonë pejgamberi sa. Këto gjana janë
për në atë kohë, revolucion. Mi thonë, femnës të akon trashëgimia në atë kohë, para 1500 vjetëve. Kjo revolucionu, deri vonë s'kan, sot nuk e kuptojnë shumë njerëz, e lemu atëherë. Edhe, po e ka pas ajo Kurejshite, familjes të madhe, me nom, fisi me emën, që i ka allës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe ka pak si e kanë nënçmu ato. E kjo e kanë di keq vetën, Zejdi. Ja Rasulullah, si jem rahat, po du mundo. Ki frikallon, mo e grun, po insiston. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah nuk po shkon. More ki frik mo e grun. Edhe këto, për çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas frikë. Se Allah i ka të regu se ti kime u martu me Zejnebën. Para se me elshu Zejdi. E që ata ka pas ngusht në zemër, në gjoks, një farë ngushtice. Pse? Qysh tash mu martu une me grun e që kom pas djarë, se për dini këna të regu në dherësën e fundit, kanë thonë Zejd ibn Muhammed. Tash Allah për ndalon këto. U ma gjale edjaekum ebnaekum. Kështu po kthehemi ma fillim ajetit. Subhanallahu çysh e ka lidh. Dy gjana. Po thot në tri vërtet. Ma e para, ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi. Allah nuk i ka bë në gjokë se asnjë burri, asnjë moshkulli, dy zemra. A ka me dy zemra, nuk ka dy zemra. Jo ngut njerëz ignoranta, armiqtë e Allahut. Po thot burrat. Pi ana shkalon femnat. Ai s'po din se po e tregon ignorancën e vet, po e tregon se kur gjë nuk din. Se femna shtatzone i ka dy zemra. Për shkak, mund me gjetë gabim Kurana. S'ka tu fol, e normal. Qysh mund me gjetë gabim në Kur'an fjalën e Allahut, eudhu billah. Veçër qysh duhesh me kuptu se mos gabo me shku me lyp gabime. Pra nuk ka bon në gjoks mbrendësi të asni moshkulli dy zemra, e para. E dyta, u ma gjale ezvajekum ullai të dhahirune min hunne ummehatikum. As nuk ka bo grat juja si nonat juja, se kur i ka thonë, ka u kon tradit të mushrikt Kurejsh, kur i ka thonë gruz, shpina jotër si shpina nunës tem. Të dhahirune, të dhahir. Dhahir është shpina, kur i ka thonë, ajo ka met as to ka s'qil. Nëse i ka thonë, shpina jote është si shpina nunës tem, ajo ka met e vartë. As gru, as e martum, as elshume. Ka met në haba. Nuk ka kështu për thotë. Non e ki ajo cilat ka lind. Edhe këto e ka ndërpre. Edhe e treta, u ma gjale edjaekum ebnaekum. Ata cilët e keni birsu nuk janë djemt ju, me fëmija juj. Po e prejnë tash me këto. Dhalikum kaulikum ve efvahikum. Kjo është vetëm fjalë me gojt ju e çka po folni. Wallahu yaqulu al-haq, Allah e flet hakun, wa huwa yahdi as-sabil, edhe Allah udhëzon në rrugë të drejtë. Ud'uhum li abaihim wa huwa aqsatu inda Allah. Thirrni me baballar tyne. Kjo është më e drejtë tek Allah subhanahu wa taala. Pra bon mo mi thon Zejd ibn Muhammed, po i thu Zejd ibn al-Harith. Që shkon për para. Se kur edhe këto e tregum dersën e fundit, kur ja ka falë si rob, pejgamberi sallallahu e ka në vërtet tregum ka ardhur baba dhe migja, ka thonë unë e pori me këto, çka po shoh te kyte askush nuk kom pa, qysh po sillet me mu ai, askush nuk sillet kështu. I ka thonë baba, po ti qysh po o Zejd, ai normal s'ka po flet. Po e zgjedh robrin ndaj liris, hade me neve i lirje, me këto robje, kuna i ka një këto fjalë, pejgamberi sa me ka marrë për dore, ka shku te gur në qabet e gurit, pran gurit zi, edhe ka thonë, o ju njerëz ngoni,
Tash i tuti kjo është djali jam. Atër u rahatu baba edhe migja. E ndur të mirat e koka. Kështu ka atër së kom pejgamber. Kështu ka vazhdu deri sa është shpall ky ajet. Sura Al-Ahzab. I thirrni namën babalore tyre. Fëmia i takon atij në shtat cilit ka lind. Kjo është ma e drejtë tek Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din. Nëse nuk i dini babalorët e tyre, ata janë vllazën fe e keni. E tash Allah subhanahu wa taala, a ka ndoni metodë që këto me konfirmu që mos me met asnjë dyshim. Po, çka është ajo? Ajo është që me martu. Po vazhdon ajeti, وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيما. Nuk e keni gjuna ato çka keni gabu pa dije. Mirë po, lakin ma ta'ammadat qulubukum, çka bëni qëllimisht. Jo pa hiri. Allahu me vërtet është gafur rahima, është falës edhe mëshirues. Pra, Allah subhanahu wa taala i din robët e vet, hiç pa fol. Dhe e din se fëmijët e adoptuar, cilët kanë qenë, i kanë thonë fëmijë, djalë ose qik. Edhe ata nuk janë në realitet, nuk është djali ty, djemt e tyne. Sepse janë djemt e tjetër kujna. Edhe Allah ka shpall, i ka shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ai në të ardhmen do të martohet me Zejnebën. Dhe i ka shpall këto para se me u çkorrizu Zejdi prej Zejnebës. Alo të konë martu me të tërkon. Pra do të vjen çkorrizimi e pasaj të kimi u martu me ato. Edhe kur ka ardhë Zejdi mu anku, edhe mu këshilu, ja Resulullah, unë e po du, s'kom të rrugë dalje. E kuj ka thonë, ittaqilla ja Zejdi, u emsik alejke zawjek, ki frikë Allah në Zejdi, mo e grun. Edhe Allah po i drejtohet, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allah عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ما في نفسك ما الله مبدي. E kur i tha atina, cilit Allah e ka bo, shumë të mira e ka bo, e ka uzu, ti shumë të mira e ke bo, e ke birsu, ma e grun, ki frikë Allahun, ma e grun, edhe po më shef, në gjak, s'ka është po më shef, që ki mu martu me ato, po Allah këto kome, Allah ka vendos, morë fund kjo, pa të tërko me realizu kjo. Ki frikë, po frikosh prej njerëzve, e Allah ka ma shumë drejt, e haku, wallah e haku e në taksha, Allah duhet me u friksu. Edhe, për çka u friksu? Thoj, ku, për që ka boni bre, e mor grune djalit vet, mas jela e lëshoj djali vet? To se kena pri pejgamberit, alisas. Prej këtyre fjalve, është friksu. Edhe pra këto e kam shef, Ibn Hajeri, thot, rahimahullah, Fethul Bari, ajo që kam shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjoksin e tij, është lajmi shpallë Allahut se në të ardhmen ka martu, se Zeniba ka me qenë gruaja e tij. Për çka e kam shef, su ka tregu, o ju njerëz, Allah më ka shpall mu, se ku mu martu, e kam shef, su ka kallxu. Pse su ka kallxu? Thot, dhalik e khashjet, qaule nas, frika prej fjalët njerëzve, të zawwaja imra'ata ibnihi, u martu me grunë e djalit vet. Kjo edhe në Islam, kjo ku në gjahiliet të ndalume, po edhe në Islam është të ndalume. Nëse djali o martu me një gru, me një femën, edhe kalshu, nuk mundët nëse ka pas marrëdhënie. Nëse o martu, vetëm u martu, po me nere kalshu, pa pas marrëdhënie mundët. Baba mu martu, po i bjen vjehri. Për ndryshe nuk bën mu martu, është të ndalume. Marim për goje njerëzit, flasin gjithçka, edhe për këtë shkak, o zet, amon, ko, ma e bregru mos e lësho.
Ma Allah I ka shpall. Mirë po qa që ka ndi vetën keq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse po thot tash, fjalë të madhe, po thot Ibn Hajar rahimahullah, Fethul Bari, pedin Fethul Bari është komenti, Fethul Bari sharh ala kitab al-Bukhari. Komenti Sahih Bukhariut. بأمر من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه. Nuk ka ndonjë diçka ndonjë vepër më të mirë, më efikas që me u bë me dije njerëz me ushtin kry, nuk ka birsim, nuk ka adoptim. Mur fund. S'ka mu. Nuk mundesh me thon djali jam. S'është djali jot. Si po me vërtetu nuk ka ndonjë gjë më të mirë, më efikas se sa me thon martohu me. E mund të vesh te kish pas djalë si shmartu, a u martu po pra se ka djalë. Harrojni këto. Mur fund kjo mu. Nuk ka diçka ndonjë vepër më efikase që më shumë jamush mendje njerëzve se sa kjo që ka urdhëruar Allahu Muhammedin alayhis salam këto me bë. Edhe kush e ka bë, wuku dhalika min imamin muslimin, këto e ka bë imami muslimanëve. Li yakuna ada li qulubi li qabulihim, që të jetë sa më mirë për me pranu ata. A bën Muhamedi alayhis salam imami, më I madhi, krejt muslimanëve. E mor fond për tjera si bëhet muhabet. Kur ky e boni për një më mos paska birsim. E kjo tash I përgjigje disa ata që të kanë komentu Kur'anin tefsirit min aqwali batile wa qasasa mawdu'a makdhube, për fjalë gënjeshtra, shpifura për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe për shkak thot Enesi, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman shay'an la katama hadhi." Ti shkon që kish mshef diçka ndonjë ajet ju ka shpall, e s'po ju tregoj pe mojnë vete, çka nuk lejohet, atëherë këto e kish bë. Çka ta ajet. Kanë qitë, kena tregu edhe njerë, disa herë kom përsërit. Armiqtë e Allahut, islamofobat, ma shumë të që kanë gju, shigjetan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, te martesa me Aishën edhe me Zejnebën. Ka qenë e bukur, e ka shti Zejdin ndoj, po që tash e kundërta, e pat me ajet, po thot, ki frikallon moje grun, këta po thojnë, I ka thonë lësho grun, e kundërta, subhanallah, e para, e dyta, nëse pse ka thonë lësho grun, se e bukur, të martona une, la ilaha illallah, po kjo e ka njoft, a ka logjik, mi thonë, martoh të njerë lësho ma se unë të martona, po në dritë po martona, ka mujtë me marë shumë let. Zedi po du më martu me zeni, ja ti mos martu se unë e pe marë. Start, jo njerë martu, ma sa ne lësho e unë e më martu. Ska logjik jo. Nuk o kënë që ka ardhë. Sikur shembull Safien. Safia u kënë që subhanallah që thojnë të na prej Skenderi Beteri, prej Beteri Skenderi. Firaun Ebu Gjall, Firaun e Jahudive në Medine ka qenë baba saj, Huaj, ibn Akhtab. A kjo bo gruja pejgamberit alayhis salam. Kur kanë shiru Hajberin, ka ardhë dehleni një sahabe, ka thojnë nësë Allah, japëm diçka prej plashkës edhe prej robreshave të luftës. Ka thonë shko mërë cilën donë. Edhe ka marë Safin. Ka ardhë tjetër sahabe, ja nësë Allah, kjo ty takon, se kjo është qika e të parit tyne. Ka thirë, ka thonë shko mërë cilën dush, këto le, edhe ka marë pejgamberin sasë. Ma këto se ka po për para. Po, nuk e ka marë për bukuri, por e ka marë për çështje politike. Se po martohet me qikën e kryetëparit, krejt ati fisi, ati populli. Mi po Zejnebën, pedin, e ka po, jo ma vonë, që e bukur të koka, Zejt shoti. Ska logjik jo. Pra, tish leju shërën, s'ka nuk lejohet,
që me thonë Allah, qyre ndonjë ajet ki drejt mos më tregu njerëz çka shpalli. Veç kështu po foli. Ndoshta as nuk bën me fol. Nuk ka logjik asnjë pejgamber me mshef diçka që i ka shpall Allah. As më par Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po thotë nezi, po të kesh as që kanë di vetën ngusht, po të kesh mshef në ajo që nuk bëhet, atëherë e kesh mshef këtë ajet. Por ky ajet është prej argumenteve më të mëdha për vërtetësinë se është pejgamber. Ky ajet. Pse po e ndin veten në gusht? Ky ajet është prej dëshmive se këtu janë fjalët e Allahut. Se ka shumë prej jo muslimanëve, xahilat, armiqe, mendojnë se Kur'anin e ka shkruar Muhamedi asas. Ai nuk e kritikon veten. Te kish shkru. Edhe çka po të tenesi? Te kish mshif në ajet? Këta te kish mshif. Ti shakon unë autor, po i se kisha shkru këto. Kjo është për argumente më të mëdha se me të vërtetë është na besojmë, mirë po me udhon këtyne kështu argument praktik. Armiqët e Allahut, jo muslimanëve, ose nuk ka armik, po jo musliman, nuk e din, nuk ka dije. Qysh shpalla, qysh ateist nuk beson qysh ka. Qysh Allah flet, qysh Allah shpall, ai nuk beson hiç. Po çka ky ajet? Ose ajeti tjetër, abasa wa tawalla in ja'u al-ama. U kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bëu davet Paris Kurejshve. Edhe ka ardh Ibn Maktum. Ka pas diçka me pyet, ai verbër s'ka, ja Resulullah, në pyetje kom. Se kom haru, po do në me thonë. Edhe s'ka fol pejgamberi alayhis salam. Kur gjë s'ka fol vllazën, hiç kur gjë. Veç umrol pak me ti. Ku e gje, vetë me vete ka thonë. Ku e gjeti tash me art, po ma ndërprin se davet, nëse bëhen këta, krejt Kurejsh të bëhen. Që ma prishim ma betin tash. Abese wa tawalla, umrol. Ju prish qehrja. Dhe ja kthej shpinën. En gjawel e ama, pse jert në i verbër. Ma ju drike lallu e zeka, ku e din ti? Nështë taj udhzohet, pastrohet taj. Edhe ka kritiku Allah. Ky vetën se kish kritiku. Pra kryon argumente se me dërtet Kurani është fjallë Allah edhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është prej pejgamberve cilët e kanë bardh këtë supe me dignitet të madh, me përkushtim të madh, me krejt energjinë e vet këtë shpallje edhe e ka përcjell njerëzimit. Çoj përket këto fjalëve të فكان زينب تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم është mbur, është krenu Zejnebja sepse është martu me urdhër të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka thonë Zejdit لما انقضت عدة زينب قال صلى الله عليه وسلم لزيد. Qyshtar vetë Zejdit i ka thonë kur ka përfunduar kry ideti se kur shkrorizohet gruaja e dini nuk mund të martu, duhet me prit 3 muaj, 3 menstruacione. Nëse i vdes burri, duhet me prit për martu me tjetër burr, 4 muaj e 10 ditë. Edhe kur ju ka kry ideti, i ka thonë Zejdit fadhkurha alayya, ka thonë shko dhe lype për mu. Zejdit i ka thonë fantalaqa Zejdun hatta ataha wa hiya tuhammaru ajinaha, ka shku edhe ka hi te Zeneba Zejdi edhe e ka gjetë të nxon bukën, brumin po gatun. فلما رأيتها عظمت في صدري. Edhe Zejdi thot kur e ka po ashtu i ka ardhur rënd se undova që tash ja ka kthy shpinën edhe i ka thonë
po ty pejgamberi alayhis salatu wassalam, Zejnebes. E ajo i ka thonë, ma anë bi sani'atin shay'an hatta uamire rabbi. Në kur gjë nuk me bo, deri sa kërkoj diçka prej Zotit. Po, me ma dhoni isharet. Edhe ka shku në vendin ku falet, nështë ka fali istikhare, ose ka bo dua, edhe pastaj, ka orë pejgamberi alayhis salam, ka hi, pa kërku, fe dekhale alejha bigari idhnin. Sa shka përdojnë me thonë këtu, pse po ka zonë këto e nesi? Po ka zonë këto vlazën se, pëdhët ka hi pa kërku leje. Se përdojnë më martu, qonë mësit. A, Zedit, jo, se ka që mësit, veç ka thonë, veç, thuj se po të përmend pejgamberin sasën. Edhe me inspirim që ka thonë Allahu, e ka inspiru se, ko martu me pejgamberin a.s. edhe ka shku ka hi drejt. Me thonë tash ku janë dëshmitarët, o boni që, Allah e ka martu. Krej këto bin, për shka kjo është krenu. Se krejt ato kanë ra, nuk ka nevoj mësit, nuk ka nevoj dëshmitar, s'ka me boni qajnë, mehrin, e kështu me radhë. Pse Allah, për këtë shka kjo ka thonë, zawwajakuna ehalikum, ju kanë martu, ehalikunne, familjet ju, baballarët ju, zawwajeni Allahu, min fawqi sab'i samawat, mu Allah përmbi 7 palë që im ka martu. S'ka dëshmitar, s'ka një qatë e une, se Allah më ka bu një qatë. Edhe është krenu, është mburë me këto. Kjo është pra, thamë, sebepi pse Buhariu e ka fut në këtë kapitull, këtë hadith, edhe çdo besimtar, edhe me këtë hadith, po ka ajete dhe hadithe tjera, beson bindshëm pa asnjë dyshim se Allah është përmbi 7 palësiej, e këto, për këto ka argument për këtë veti të Allah subhanahu wa taala, me shpallje, me mendje edhe me natyrshmëri. Se Allah është nalt. S'po më këtu të ajete e kom, pas kom ndohë për i mesh. Personifikim njerit ma të keq, ma të prisht, ma shaferi ma dhe është në Kuran është Firauni. I ka thonë në gjithat, i ka thonë, kur ka hi debat me Musën a.s. Po të regonë që me besu, që është e tërzot përveç meja, fe hashere fenada, fe kalin rabbukumul ala, i ka thirë, i ka grumbullu, i ka tubu popullin, edhe po i thotë, unim Zotë ju ma i madhë, që është tash po thotë tjetër Zotë? Mu kalin Haman, i ka thonë Hamanin, ibnin li karsen, e talja, më dërtoma një pirg, typi nalt, u katil, Rabbe Musa. Që qafir? Por, nëse është e vërti që ka pëtot Musa, atëheraj duhet me kohë nalt. Ndërtoma një pirg, typi nalt, luftoj me Zotin e Musës. Subhanallah. Qafiri ma i madhë, pëtot nalt është taj. Në të shmëria, që kjo është. Ndërso, thot, ngritja Allah dhe qëndrimi Allah të përmbi arsh, edhe kjo është prej vetive të Allahut, nuk e dim që është qëndron përmbi arsh Allahu, por e besojmë dhe besojmë se nuk ka krijesa tjera përmbi arsh. Kulmi i krijesave është arshi, mos ka krijesa. Përmbi arsh është Allahu subhanahu wa taala. E kjo që është besohet, kjo besohet me shpallje, jo me mendje. Që është thot edhe Ibn Taymi rahimullah, se mendja nuk mundet me përtheku këto, nuk e kap këto. Tjetër dimenzion. Nuk kem mekanizm që është me kuptu këto. Nuk kem aftësi. Disore kom thonë, mendja e njeriu të është shumë preciz. Sikur se mere peshoren ma precize qka është. Qëfar do peshore mere?
Po që shavicin së mundesh me mat. Pse? Sepse nuk e nxen. Edhe këtu në këtë mendje tonë shumë preciz është, më nuk nxen gjithçka, s'mund me nuk tin kry kjo. Nuk mund me përteku gjithçka në me mendje, po i dorëzohemi shpalljes. E dim me bindje të plot, pa asë ndryshim ma të vogël. Asë një sekund, ma se një apet më këthy. Bone pak dyshove, dole prej feje. Se Kurani është fjallë Allah edhe gjithë s'ka është e vërtet në Kur'an. Hadithet sahia janë shpalli për Allah edhe gjithë s'ka është e vërtet. E në ajete edhe në hadithet shpalli, po na tregon Allah se qëndron për mirë, murfon për neve. Tregon pra në një transmetim e një thot nezelet ajetu e lexume dhe ato ajetu lehjab fi Zenebe bin Jahsh. Ka shumë hadithe në cilat na tregon Enesi këtë rast, edhe po thot Enesi më tha pejgamberi alayhis salam, njerë tregon, ka shumë transmetime. Nona pregadit diçka prej elbit edhe mish, e tha, ka dorësën pejgamberi alayhis salam, çoja këto. Edhe ja ka çu atë tenxhere që ka pas. I tha Resulullah, sulem nonem to si hedije këtë ushqim. Më tha, ama e mur, edhe fryti e boni duan tenxhere në atë ushqim. Edhe tha, hishin 10 ka 10. Kur përfundoj, a me dikush jo, krejt përfundoj, ma kthej tenxheren, pashalon thot nuk e di, a në fillim ke ma shumë, a që tash ma shumë. Se ka transmetim, ka thonë, krejt kon të shet thire. Njerë më tha, thire filonin. Masën e tha, kon të shen rrugë thire. Pashalon thot nuk e di, a në fillim ke ma shumë, a tash fund. Ata krejt ka në hungar. E kjo, s'ka e cik, buk me mish, u konë ushqimi maj mirë në atë ko. Ka në hungar. Edhe tash, këta zërë këj grupi i fundit, parin për gjasi nuk po qohën. Pejgamberi sallallahu po bot kishe po qohën atë që mu qohë edhe ata. Për ta s'pe marim vesh. Po ullet, po bot, ata po bojnë muhabet. E kanë zgatë muhabetin. Dhe dikur u qohë pejgamberi alayhis salam. Dul. Ata hala parin. Shkoj te Aisha te gra tjera. Thot, qysh e gjete grun, Allahu barek Allah fik. Allah dhash bereqet, ju bekoft Allah në këtë martes. Gra tjera, ortaket, po e thojnë. U këthy, por që ata hala, po, jonë qu, kur u këthy, jonë qu vetëm 3 vetë metën. Ata hala parin, apet po shkon, apet po vjen. E dikur, edhe unë u mërzit, thot e nese, dikur e murën vesh edhe u qunë dullën. E pastaj Allah subhanahu teala e zbriti ajetin, edhe kjo është në surë Al-Ahzab, po thot pejgamberi Allahu, ja ju ledhina amenu, la tadkhulu buyuta an-nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina. O ju besimtar, mos hyni te shtëpia e pejgamberit alayhis salam pa leje, dhe mos shkoni herët si me prit mu përgatit ushqime, por shkoni kur është përgatit, jo me prit aty. Si të shkon me anis me hungar, kështu diçka. Lakin idha du'itum fadkhulu, kur thiren e hini çater. Fa idha ta'imtum fantashiru, kur të kryeni ushqimin çunu. Wala musta'nisin li hadithin, mos rinatu me bu muhabet tash me u kry buka, halo për muhabet me bu. Çunu. Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahyi minkum. Thotë nëse shumë i marr shumë kum pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo e ka shqetësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po i ka ardhur marrë me u thon çunu. Wallahu la yastahi min al-haq. Allah nuk i vjen marrë për i hakut. Wa idha sa'altumuhunna atash mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kur të lypni diçka prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lypni mas perdes. Dhalikum atharu li qulubikum wa qulubihin. Kjo është më e pastër, më e mirë për zemrat juve dhe për zemrat atyre.
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. Juve nuk ju takon mos e shqetësoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe kur vdes ai, mas ti, kur mos u martoni me gratë e tij. Është ndaluar martu ato me tjera, me tjetër kontash. Inna dhalikum kana inda Allahi adhima, sepse kjo është shumë e madhe tek Allah. Dhe ju duket e vogël, hajse por edhe pak muhabet. Jo, kjo është pse e kishte thënë pejgamberi alayhis salam. Edhe kur shkuan ata, shkoi te Aisha, unë mas pejgamberit sallam. Shkoi te kjo unë mas atij. Edhe se ditash, a unë i tregova dikush kur hina e poshtë ata tre jon që kanë dal, a unë i tregova, a pejgamberi alsam vetë pa, a dikush tjetër ka tregu, kryesore erdh, edhe po tash ku unë këta të Zejnebia. Po hin e shtini komën, e kaloi pragun, një kom pat jashtë, unë hoxhu mas ti me hi, e lëshoj perden. Edhe e lexoj ajetin, u shpall ajeti e a ballke mu. Se nisi ka hi. Thot, kur erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kom pas 10 vjet, kur vdiq 20 vjet. 10 vjet e kom shërby pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ubej ibn Ka'b, për cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudhul Kur'ana min Ubej ibn Ka'b. Merrni Kur'an pe Ubej ibn Ka'bit. Ky është cilin e ka urdhëruar Umeri me u fal taravit. Thoya se mas mirë të ka ditë Kur'anin. Më pyet ka ata çysh ke ajete e hijabit? Dhe askush nuk e ka ditë më mirë se unë. Tamam deshta me hi, malshoj perden edhe u shpall. Boll ke mu, ke hi mu, tash s'ka mu. Mas perdes. A dyshohet të njeti e Enesit e udhu billah. Mirë po s'ka këtu qëre, nëse nuk shkon mendja të hin, nëse shkon mendja mos hin. S'ka me hi Enes, boll mu ke. S'ka me hi të gratë. Më në vërajl hijab, edhe kjo është definitivisht për mboles, edhe nuk ka më përzi bura me gra. Fjallët, që ka përsërita edhe një po e cek, wa ata ama alejha jo me idhin khubzen wa lahma. A dit jo dha buk me mish, e kjo është ajo ushqim ma mirë në atë ko që ka qenë tek Kurejsh, te Arabt. Edhe kjo këtë soj përket këtyre dy haditheve, të cilat kishin bojnë me martesën e Resulullah a.s. me Zejneben, edhe kuptohet ka disa vende, ka registru 15 vende, e ka fut në sajun e vetë Buhariu. Është edhe te libri e martesës, mirë po është edhe te libri të uhidit, te kapitulli që Allahu subhanu wa ta'ala qëndron për mbi arsh, ashtu që është i takon lartë madhrisë të ti. Titulli ke i kapitullit, vë kane arshu alelma, wa rabbul arshil adhim, pra për arshin po flet, në këtë kapitull dhe disa hadithe, i kalumna disa, do të vinë edhe pas disa tjera, që kanë lidhe me arshin Allah, se Allah qëndron për mbi arsh, i ka cek edhe këto ke, se është mbur, është krenu, Zejnebia, ju kanë martu babalart juve, ndërsa mu më ka martu Allah përmi 7 polëci. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu alim bjena Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin edhe juve.